gjashtë që ajon në procesin e integrimit. Por ama i të thotë që shiko, këto para unë do t'ja, edhe pse ti kam rezervuar, pra ti kam darë për ty, në rast se ti më bën shumë mirë inovacionin, në rast se ti më bën shumë mirë reformat në konkurrueshmërinë e tregut tonë. Në rast se ti del keq, ta blokon. Për shembull, Serbis i ka bllokuar dhe ky është shansi jonë sot. Sepse Serbia ka shumë pamjen nga Rusia edhe nga investimet kineze dhe shumë më pak është e interesuar sot për parat nga Bashkimi Evropian. Ama shansi është ku? Tek Malizi dhe tek Shqipëria, dhe ne duhet ta kapim fort të shans. Por, çfarë të ndihmojnë këto para, sepse është edhe kryeqendja e pyetjes që ti bëre, është që të jep para për hekurullat për shkakun. Ne e dimë që hekurulla që po ndërtohet, urojmë që të mbarojë brenda këtij viti, se kështu është plani, hekurulla 100% elektrike, Durrës, Rinas, Tiranë, apo edhe kundërta. Që do kthehet prapë stacioni aty ku ishte, po? Po, por ama atë torturë që ne hasim sot, për të shkuar edhe 1 orë nga njerë, apo për të kthyer nga Rinasi, 1 orë, për të mos folur për konsumin e karburantit, po koha është flori, thot populli me shumë të drejtë, nuk do ta kemi më, sepse me një tren elektrik, i hypën trenit, edhe për 16 minuta, 13 minuta, i jenë në Rinas, edhe e kundërta në kthim. Kështu që ideja është këto para po na ndihmojnë për këto projekte, por ama Bashkimi Evropian nuk të thotë që shiko, ti kontrollo sa më mirë atë inspektorin e punës, që ai inspektor të mos mbuloj më duke marrë pare në dorë 20 kompani që e di fare mirë që trukojnë në pagat dhe që i deklaron që jo, këto janë në rregull sepse i kanë kontrolluar unë, sepse i kam të zonës. Jo, këtë nuk mund të ta bëj paraja e integrimit e Bashkimit Evropian e Brukselit. Po bursat pse nuk funksionojnë në Shqipëri? Të falenderoj për këtë pyetje. Ne kemi situash një sëmundje të vjetër të trashëguar që nuk kemi treg kapitalesh, që është pikërisht bursa. Po treg ka, sepse nëse shikojmë ÇKB ka shitje blerje aksionesh pafund. Por ama askush nuk e di si veprojnë. Sa të duash, pa ama këto aksione nuk kvotohen në bursë. Pse nuk kvotohen? Sepse ende kapitalizmi jonë është në atë momentin që i beson pak shtetit dhe nuk do ka një lloj siç trokohen pagat, për fat keq ka edhe bilance të trukuara. Pra, ka një bilanc për shtetin dhe një bilanc për mbretin apo për pronarin e kompanisë. Dhe duke qenë 2 bilance, bursa të kërkon 1 dhe jo 2. Dhe ti mund të mos kesh interes që ta tregosh fitimin sepse do të shmangësh 15% e tatimit mbi fitimin. Po ama bursa nuk mund të lejoj që të kesh një bilanc ku në shtet del me humbje sepse eviton tatimin mbi fitimin, dhe në bursë pastaj të dalësh se thua jam me humbje. Kjo është arsye që një pjesë e mirë e biznesit, sidomos të mesëm, nuk ka interes të kotohet në bursë. Edhe pse bursa në mënyrë situash fiktive, formale është aty. Janë kotuar cilat? Kompanitë e mëdha SHA shtetërore, kryen një transakcion sa për ashtu, por ama ke shumë të drejtë, ka ngelur zoti Shima koha mbrapa gati 20-25 vite. Pse? Sepse ende, si përmarrësi shqiptar, i pëlqen që më mirë të paguajnë në dorë atë tatimorin e lagjes, që e kontrollon, dhe të kursej, sipas tij, le të themi 200.000 apo 600.000 euro të 15% që ka për t'i dhënë shtetit, sepse i jep 50.000 tatimorit dhe 200.000 e mban vetë, për të mos ia paguar shtetit, dhe të mos ketë